Prej më shumë se një jave në Bashkinë e Tiranës mungon sistemi dhe askush nuk jep një shpjegim të qartë për situatën. Qytetarët që paraqiten për të marrë një certifikat apo një akt lindje përballen me dyert të mbyllura dhe me përgjigje të përsëritura që i shtyn të rikthehen ditë pas dite. Çdo herë u thuhet të vinë nesër të premte, javën tjetër, por pas një siguri. Ndërkohë njerëzit presin në radhë për orë të tëra, shpesh në ndjellin përvolues. Ka të moshuar me shkop, gra me fëmijë të vegjël dhe qytetar që kanë lënë punët për të zgjidhur dokumentacionin e tyre bazë. Situata është absurde dhe përçmuese për qytetarë që kërkojnë vetëm të përmbushin një të drejtë të tyre themelore, të marrin shërbimin pranë Bashkisë së Tiranës. Qytetari kërkon zgjidhje të menjëhershme. Nëse ka një problem teknik, qytetarët duhet të informohen qartë dhe të zgjidhet pa vonesë. Mosprania e punonjësve dhe mungesa e përgjegjësisë nuk mund të justifikohen më. Kjo situatë kërkon reagim dhe ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të garantuar një shërbim publik minimal dhe dinjitos për qytetarët e Tiranës.